base shaqset, dikush e pas ka marrë këngën tonë. Është dash me pyet, se është këngë, e dyta është personale, edhe treta thash që e ke ndërru këtë ngjyrën e zonit, këto thash, po, thash, s'du me t'i prish ëndrat, dhe t'hin këshyrë TikTok çka u bon, kur hi me këshyrë shaqe shkan pas bon, tepër virale. Thash 5 milion të parat klikimeve janë tuat, sepse thash ke bo shpenzime për me realizue, thash tjera t'i bajmë ndamjen. Që dhe po t'ke motër, do t'a kisha dhonë se ka ke i bukur, i gjatë. Po për kam, dhe ai nalt, i madhi zot, do t'me t'a dhonë një nish. Pastaj zero i qeti sa dush me puntet. Po nuk t'a dhaj nishin, qitë zero sa dush. Unë ti e përmenë edhe vetë në fillim të intervjisës ka këngë cilat i ke bu paras disa vjete, po që vazhdojnë me unë dëgju hala. E një ndërto është edhe sytë tu tashmo që e rikëthynë edhe njëherë edhe bonën e cila po ecë hala ma mirë se qysh ka ecë paras disa viteve. Qysh ke momenti me adjallin? Në të se kom kënu asë njëherë, për post në studio, po Moni kësh pas mark, edhe kësh pas vendos në TikTok. Me të thëmë drejten, unë se kom dëgju për një djali vlajt e ndëgjën të base shaqset, dikush e pas ka marrë këngën tonë. Edhe ma dërgon në gojën. Thash po, është mirë, thash të ujat idealit se s'pedi kush është kontakto me tonë, letëm kontaktoj mu. Pa. Edhe po më shkruan të ta, mu i me full, thash po. Thot kështu, thash, po vjekesh, thash po, mos pari, thash, është dash me pyet, se është këngë, dyta është personale, edhe treta thash që e ke ndërru këtë ngjyrën e zonit, këto thash, po, thash, s'du me t'i prish ëndrat, sepse di që është mja dha dorën diku i në hapat e parë, thash, po, le zonën original, thash, edhe vazhdoni, thash. A falemderit shumë. Ka folë me ata producentat, ka qenë unik Bic, nëse nuk gaboj, Bec po shkruhet, edhe Gazi producer, edhe ai Gazi më shkruan. Sigurisht ja kam dhënë numrin, thëtë baca shas të lutëm, thëtë me në lanë qështë që shoshtë, thëtë se për në prishet aja. Thash ja, thash zonën le original, ritmin thash vendos në qëfare dëni, thash përshtat një muzikës moderne, po zonën jo. Isha kategorik. Mas 2 dite, më thëtë ai Vebi Berisha, thëtë hinë këshyrë TikTok shka u bon, TikTok nëse përdore, ati po, ma ka pas qele së djali, po, se kum përdore, kur hi me këshyrë shaqe shkanë pas bon, tepër virale. Po, pa të shpërthymra në pak ditëve. Edhe me hjek, edhe me ndryshu në tash zonën s'kish efekt mo. Po këshin marrë njerës dhe originalin pas ta, i këshin marrë dyja kombinim të dy formave, edhe unë e thira këtë manin, thash, lejnë këtë variantin që keni bon, thash, s'po t'i prishi ato, u morën vesh për YouTube. Fakt, më duket ju ka të regu edhe aj, më thasht... Ka të regu në pikat shkurta, po të regoj e të versionin tanë, qështë do që ka qenë. Unë kom thonë, se në pash që kjo kanë kam e të shumë, i thash 5 milion të parat klikimeve janë tuat, sepse thash ke bo shpenzime për me realizue, thash tjera t'i bajmë ndamjen e... Ajo që tash i ka 20 e diçka miliona e ka për momentin, po. është, do më thonë, merit e ti që e ka prunë këtë formë, po pastaj refreni ka qenë edhe që ju ka përshtatë, dhe e kishë përshtatë edhe tekstin pastaj. Po, aje më duket ka thonë që dhe e ka ndjetë, diqysh ka pas diçka në histori kuaj si të ngjashme? Një muje se dytha e kom analizue, adi e kom përshtatë tekstin për... Mu po më intereson me ditë se ti tha nuk e ke kënu mo asë njëherë. Qysh mujtë e mi alun dikuj në andorë një artist e tri me thonë merre dhe vazhdoj e ti bën diçka me to. Të pas parasysh që o konë tepër personale, tepër e jotja. Unë e kom pas, kur kom fillu hapat e parë. Ka qenë Shaqir Hoti, ka qenë redaktor, edhe ma bënë edhe hesi orkestrës. Edhe jam shumë falenderus ati njeri, se mi ka qelë rrugët në Radio Prishtinë në atë hershme. Dhe jam mirë njës, përjetësisht jam mirë njës ati, për ato që ka bon për mu. E di që ka është dikush me ta dha dorën në hapat e parë. E pas ta e vazhdon. Kështu që pas ta e ke gjonë të ja ke jep krahën dikujna. Ke vazhdu me bot një të sanë. Të regon të
një Shqipëris, një këngëtar i Shqipëris, thot Kolzefit Mirditës, thot profesori Qes Zadeja ka qenë një ndër kompozitorët më të mirë shqiptarë. Edhe thoshte, tha shkon jeni, tha i gjatë, tha i bukur, tha ideali, thot i marrë më bu këngëtar. Thash po mirë, thot po, hajde, provoj, tha hynin piano, pi bjen, tha filla me këndu, tha, e she, por hajte edhe një kongë, hiq, edhe një, që që dhe po të ke motër, do të kisha dhonë se ka ke i bukur, i gjatë. Po për kongë, dhe a i nalti, i madhi zët, do të me të dhonë një nishë. Pas taj zero i qeti sa dush me punëtët. Po nuk të dhaj nishin, qitë zero sa dush, Sa apet kanë me thmet vish zero. Kër e kanë talentin, mjafton pak mja dhonë një ndihmë se cilit, edhe këngëtarëve tjerë të ri me mundu më ndihmue.